dhe jam shemit të bashkë një familje përmes kishës qendra kristiane Durrësit online. Për ata që s'mnjohin, unë jam Jeton Bajrami, pastori i kishës qendra kristiane Durrësit dhe është shumë inkurajim për mua sot që t'ju inkurajoj ju dhe që të bashkë të adhurojmë Zotin bashkë me grupin e adhurimit dhe pastaj të inkurajojmë posërish bashkë online nga një mesazh inkurajimi, nga një profeci e Isaias për ardhjen e Zotit Jezus, kur ai erdhi në fakt në botë fizikisht në formën e njeriu. Përpara se ne të dëgjojmë mesazhin inkurajues nga fjala e Perëndisë, unë dua të inkurajoj së pari për të adhuruar Zotin. Mund të kemi arsye në fakt për të friksuar nga korat që jemi duke jetuar, por ju inkurajoj vërtet mendoni për korat që ne jemi duke jetuar, duke i cilësuar si korat veçanta. Po jetojmë në kohë veçanta, patjetër kemi edhe kohë vështira, po nga ana tjetër Perëndia duke lëvizur fuqishëm. Pse e them këtë? Në fakt në këtë fundjavë ne kishim konferencën Rinie e Bashkuar për Krishtin, ku shumë të rinj nga mbar Shqipëria, nga shumë kisha erdhën, patjetër duke respektuar rregullat e qeverisë, por kemi adhuruar Zotin si Zot dhe shpëtimtar. Kemi adhuruar Perëndin në frymë dhe në të vërtetë. Kemi parë Zotin që prek jetën tonë, kemi dëshmuar me dëshmi shërimesh, kemi parë Zotin që flet personalisht me të rinjt e kombit shqiptar dhe vërtet jemi plot inkurajuar nga çfarë Perëndia ka bërë në këtë fundjavë me të rinjt, me shumë të rinj nga mbar Shqipëria. Kështu që le të mendojmë bashkë, vërtet kjo është arsye në fakt që mua më gëzon, por ama le të mendosh këtu dhe mendo pak për arsye që vërtet ty të shtyn për të adhuruar Zotin. Mendo për mirësinë e Zotit, mendo për dashurinë e Perëndisë, mendo për faktin që Perëndia është bujar dhe siguron nevojat tona të përditshme. Ai siguron të Bibla për zogjtë e qiellit, edhe jo më për nevojat tona, qofshin fizike, emocionale apo financiare, qofshin ato dhe shpirtërore. Kështu që miq, le të ndem bashkë për se sa bekuar jemi dhe se sa shumë arsye kemi për ta adhuruar Zotin. A mund të shkojmë bashkë në lutje, edhe vërtet që të nxitemi për ta adhuruar Perëndin dhe ta adhurojmë me gëzim si adhurues të gëzuar për faktin që Zoti ynë që adhurojmë është Zoti i gjallë. Kjo është arsyeja jonë kryesore e gëzimit, fakti që adhurojmë një Perëndi të gjallë. Sot do të flasim fakt për një mesazh inkurajimi nga Isaia, kur ai profetizoi rreth 700 vite përpara për ardhmën e Zotit Jezus, se ai do të kishte disa cilësi, atribute në personalitetin e tij që do të prezantojë si këshilltar i admirueshëm, po për më shumë do të ndjekim mesazhin pak më vonë. Lutemi bashkë, pastaj adhurojmë Perëndin në këto kohë të veçanta që ne jemi duke jetuar bashkë. Zotë, ne të falenderojmë shumë për fjalën tënde. Ne të falenderojmë o Perëndi shenjtë që mund të inkurajojmë njëri tjetrin me anë të fjalës tënde. Zotë, falenderojmë gjithashtu që mund të njëri tjetrin, Zotë, për të qenë adhurues të gëzuar përpara Teje. Zotë i shenjtë, ne e dimë që po kalojmë kohë të vështira, por Zotë, falenderoj që ne nuk kemi vetëm. Ti je me ne, Zotë. Dhe kur ti je me ne, kush mund të jetë kundër nesh për të na ndaluar për të shkuar drejt planit dhe vullnetit tan. Zotë, falenderoj që jeta që ti ke për ne është më e lartë se jeta që ne mendojmë se mund të kemi për veten. Mendimet që ti ke për ne, Zotë, janë më të larta dhe më të mira se mendimet që ne kemi për veten tonë. Plani që ti ke për ne do të është më i madh edhe më i mirë dhe i përjetshëm, më i mirë se plani që ne mund të kemi për jetën tonë. Zotë, lutem sot teksa të adhurojmë ty, bëj që të jetë një adhurim në frymë dhe në të vërtetë, Zotë, që të nderon ty, madje Zotë i shenjtë që e ngop shpirtin tonë me praninë tënde. Ne lutemi tani në emrin e Zotit Jezus. Amen. Miq, bashkohemi bashkë për të adhuruar Zotin, edhe unë mezi pres në fakt që të shikojmë bashkë se çfarë komente do të na çoni teksa jemi në kohën e adhurimit, mund të na shkruani se çfarë Perëndia është duke vendosur në zemrën tuaj, mund të na shkruani se çfarë Perëndia është duke bërë në familjen tuaj, qoftë tek miqtë tuaj, se si ka qenë fundjava jote, nëse ke nevojë për lutje, shkruaj në koment, lutem, do të ketë njerëz që do të jenë me ty online, edhe duan shumë që të bekojnë edhe që të lutem për ty. Adhurojmë Zotin bashkë. Pas t'ja plafti sot, t'ja plafti se merito, t'ja plafti për çfarë ke bërë, t'ja plafti se jeja, t'ja plafti deri
sa të fitur. Ti jap lavdi kur dili shkëlqen, ti jap lavdi në sirën e natës, ti jap lavdi dhe në bete, ti jap lavdi nëse situam. Po në mesin tonë sot ti jetona I lavdërime. Po ai është midis nesh, lavdi, po në mesin tonë sot I, po në mesin tonë sot I jetona I lavdërime. Po ai është midis nesh, lavdi të jap sot, të jap lavdi se meritun, të jap lavdi për çfarë ke bën, të jap lavdi se je të jap lavdi deri sa të fitur, të jap lavdi kur deli shkëlqen, të jap lavdi në sirën e natës, të jap lavdi dhe në bete, të jap lavdi nëse situam. Po në mesin tonë sot I jetona I lavdërime. Po ai është midis nesh, lavdi, ta shpallim bashkë. Po në mesin tonë sot I jetona I lavdërime. Po ai është midis nesh, lavdi, këndojmë bashkë. Qielli hapet në sa të lavdëroj, gjuhët bashkohen në sa të lartësoj. Sot qielli hapet në sa të lavdëroj, gjuhët bashkohen në sa të lartësoj. Ta shpallim bashkë, qielli hapet në sa të lavdëroj, gjuhët bashkohen në sa të lartësoj. Po në mesin tonë sot I jetona I lavdërime. Po ai është midis nesh, lavdi në përjetësi. Po në mesin tonë sot I jetona I lavdërime. Po ai është midis nesh, lavdi në lavdi në përjetësi, lavdi në përjetësi. Halleluja, sot në të rastin ty lavdin për jetësi sot. Po sot ti e këtu në mesin tonë, ti vepron sot Jesus, halleluja. E ta shpallim sot, ti e vesh me dritë dhe madhështi sot, ti e mbuluar me lavdi sot. Halleluja, të ndojë bashkë. Ai është I veshur me dritë e madhështi, është I mbuluar me shkëlqime dhe lavdi, pushteti dhe shenjtëria para ti, forca bekimit në shenjturen e ti. Ai është I veshur me dritë e madhështi, është I mbuluar me shkëlqime dhe lavdi, pushteti dhe shenjtëria para ti, forca bekimit në shenjturen e ti. Në shenjturen e ti do t'lavdroj sot, unë do të luftoj Perëndia im, emrin të ngrelar o mbreti. Sytë e njerëzve do të shikojnë, veshtë e tyre do të dëgjojnë, gjuhët e tyre do të rrëfejnë se Jezus dhe mbretëron. Halleluja, sot gjuhët e tyre do të rrëfejnë se ti e Zot, ti e Zot, ti e mbret, mi mbret. Le të ndoj bashkë. Ai është I veshur
me dritë madhështi, është i mbuluar me shkëlqime dhe lavdi, pushteti dhe shenjtëria para ti, forca bekimi dhe shenjturen e ti. Ai është i veshur me dritë madhështi, është i mbuluar me shkëlqime dhe lavdi, pushteti dhe shenjtëria para ti, forca bekimit në shenjturen e ti, në shenjturen e ti. Unë do të luftoj Perëndia im, emrin të ngelat o mbretim. Sytë e njerëzve do të shikojnë, veshët e tyre do të dëgjojnë, çudet e tyre do të rrëfejnë se Jezus dhe mbretëron. Do të luftoj sot, unë do të luftoj Perëndia im, emrin të ngelat o mbretim. Sytë e njerëzve do të shikojnë, veshët e tyre do të dëgjojnë, çudet e tyre do të rrëfejnë se Jezus dhe mbretëron. Ta shpallim bashkë i madhje ti Zot, i madhër Zoti ynë, fuqia ti është e pamas. Këndojnë Zotit me falenderim, ai është i dem për lavdërim. I madhër Zoti ynë, fuqia ti është e pamas. Këndojnë Zotit me falenderim, ai është i dem për lavdërim. I madhje ti Zot, i madhër Zoti ynë, fuqia ti është e pamas. Këndojnë Zotit me falenderim, ai është i dem për lavdërim. Unë do të luftoj Perëndia im, emrin të ngelat o mbretim. Sytë e njerëzve do të shikojnë, veshët e tyre do të dëgjojnë, do të rrëfejnë se Jezus dhe mbretëron. Se Jezus, se Jezus dhe mbretëron. Ti Jezus, se Jezus dhe mbretëron. Halleluja. Ti je Zot mi Zot, ti mbretëron për jetën, ti je mi lavdi Zot. Halleluja Zot Jezus. Do të pyes, çfarë kuptimi, si do të let dometimin, hiç do të bëste emrin, patjetër me emrin jeton, por domethënia e këtij emri apo mënyra se si rrodhen ngjarjet në atë kohë përpara 26 vitesh kur unë linda, prindët mi po përballeshin me situata shumë vështira në jetën e tyre, saqë situatat gati se si morën jetën, edhe kur unë linda ata më vunë emrin jeton. Pra thjesht për t'u lehtësuar pak emocionalisht kur unë linda, duke shpallur jetë mbi emrin tim. Por e di që edhe emri yt ka një kuptim, edhe rrodhen disa ngjarje në familjen tënde që të vunë emrin ashtu siç e ke sot, edhe vërtet jam i lumtur për ata që Zoti lejoi që të na i vendosin ne emrat që kemi sot, por nëse do të bëj një pyetje tjetër, besoj se me këtë pyetjen e dytë do ta kemi pak më të vështirë për t'i dhënë përgjigje. Nëse në këtë pyetje unë do të drejtohem ty kështu. Çfarë fuqie mbart emri yt? A ke menduar ndonjëherë çfarë fuqie mbart emri yt? Le të mendojmë pak, nëse mbart ndonjë fuqi emri yt. Në fakt, jam i bindur që shumica prej nesh me shumë modesti mund themi që emri yt nuk mbart ndonjë fuqi në vetvete. Por, le të mendojmë pak për emrin në tërësi. Të gjithë e dimë që ne identifikohemi me anë të emrave tona, apo jo. Ne thrasim dikën në emër, edhe ai më njëherë reagon duke u kthyer drejt nesh. Por, le të mendojmë për dikë që ka një emër të fuqishëm, që përpara rreth 700 vite përpara se të lindte, dikush profetizoi për të që do të na lindë një djalë, ai do të quhet Këshilltari i Admirueshëm. Këtë mesazh ne do të ndajmë sot. Në fakt, jemi rreth 1 muaj e gjysmë larg
festës së lindjes së Krishtit dhe sot do të nisim fakt një seri mesazhesh me 4 mësime të mrekullueshme nga fjala e Perëndis vetëm për një varg nga Isaia 9 vargu 6, ku do të flasim aty bashkë për një profeci nga Isaia që u tha rreth më shumë se 700 vite përpara se të lindte Zoti Jezus, edhe ai profetizoi kështu. Isaia tha për këtë Perëndi pra që ka emër të fuqishëm, ndryshe nga emrat tanë, që ka emër për mbi çdo emër, e thot Bibla, edhe jo vetëm që mbart emër të fuqishëm, por ama na vjen ne në ndim duke prezantuar veten si të fuqishëm, edhe si të plot pra përmes emrave të tij që ka fuqi. Isaia tha kështu: sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij, dëgjoni pak me kujdes, mbi supet e tij do të vendoset perandoria, do të mbështetet perandoria dhe ai do të quhet Këshilltari i Admirueshëm ose i Mrekullueshëm, Perëndi i fuqishëm dhe Ati i përjetshëm, sfundi thotë do të quhet Princi i Paqes. Pra, në 4 javë ne do të shohim secilin nga emrat që Isaia përmend këtu për Jezusin. Pra këto në një farë mënyrë këto 4 atribute do t'i shohim bashkë tek i gjithë ky muaj nëntor, do t'i shohim bashkë për të përgatitur rrugën tonë për të mësuar më shumë rreth lindjes së Jezus Krishtit, që nuk është thjesht një festë siç e feson bota që ulen çmimet në supermarkete apo në qendrat tregtare, por është më shumë se kaq. Po flasim për dikë që ka emër të fuqishëm dhe emër për mbi çdo emër. Madje edhe kur vjen tek ne, e shfaq veten si këshilltar i mrekullueshëm, si Perëndi i fuqishëm, si Ati i përjetshëm dhe si Princi i Paqes. Le të themi shpejt tek emri i parë apo tek atributi i parë, siç Isaia thot, është Këshilltari i Admirueshëm. Sa për ju, sa për nesh duan sot një këshilltar të mrekullueshëm, të fortë, të fuqishëm, që ka super njohuri. Mendoj që sikur të mendojmë që kemi këshilltarin pra nesh kemi mik këshilltarin më të mirë që njeh njerëzimi. Sa për nesh duan të marrin këshilla prej tij. Besomni që gjithë për nesh duan të marrin këshilla. Por kemi një këshilltar në fakt që nuk krahasohet me këshilltarët tokësor, një këshilltar qellor i cili mbar të gjithë njohurinë e Perëndis për shkak se është vetë Perëndi, edhe ky person që është Zoti ynë, Zoti Jezus, është i gatshëm ta shfaqë veten në këtë kohë si këshilltar i admirueshëm. Besomni, unë lutem që fryma e shenjtë të ndërhyj përmes nesh, përmes kësaj pamje virtuale të ndërhyj tek ne frymërisht për të na zbuluar më shumë rreth këshilltarit admirueshëm. Çfarë është i aftë ai Perëndisi këshilltari i admirueshëm të bëjë? Një pyetje tjetër që ne mund ngrim është çfarë bën një këshilltar, çfarë bën të admirueshëm, çfarë bën atë të mrekullueshëm. Pra, çfarë bën Jezusin të jetë si këshilltar i admirueshëm dhe ndryshe nga këshilltarët e tjerë që njeh bota, apo ndryshe nga këshilltarët e tjerë që kanë pas mbretërit apo njerëzit që janë me pozitë në shtet, në shtetet e ndryshme qoftë edhe në shtetin tonë. Le të ndajmë së bashku në këtë mëngjes 3 arsye çfarë bën çfarë bën Perëndin tonë që të jetë këshilltar i admirueshëm. Le të mendojmë për 3, e di që mund të flasim të gjithë mëngjesin për shumë arsye, por le të mendojmë bashkë për 3 arsye bindse. Së pari, Perëndia është këshilltar i admirueshëm. Pse? Sepse ai kupton problemet tona. Ky këshilltar i admirueshëm nuk është larg problemeve tona, por është pranë nesh, është në ne, është mbi ne, është rreth e qark nesh, është gjithmonë pranë njerëzve që i besojnë, madje mezi pret që njerëzit që nuk e njohin të vinë në njohjen e tij edhe të këshillohen me këshilltarin e admirueshëm. Kur ai problemet tona, gjithë sfidat e tundon madje. Ai njeh vuajtjet dhe shtrëngimet tona. Pra din gjithçka rreth nesh, e thot psalmisti. Tek Hebrejt 4 vargu 15, aty thuhet në fakt për këshilltarin e admirueshëm, aty prezantohet si kryeprift. Pra, edhe aty thuhet kështu, sepse ne nuk kemi një kryeprift që nuk mund t'i vi keq për dobësitë tona, por ne kemi një që u tundua në gjitha gjërat ashtu si ne, por pa mëkatuar. Pra kjo e larton këshilltarin e admirueshëm, e larton mbi racën njerëzore. Pra, erdhi jetoj me ne, erdhi jetoj si ne në një farë mënyrë, u tundua, u sulmua, ishte nën presionet që ne jemi duke u përballur sot, por ai rezistoi presioneve tjetrës pa mëkatuar. A nuk është e mrekullueshme miq
të këshillohesh në këtë kohë sfiduese dhe në këtë kohë ku presionet rreth e qarkënesh janë të mëdha, po sfidohemi nga gjitha anët në një farë mënyrë, por ma kemi nevojë të afrohemi personalisht te ky këshilltar i admirueshëm, i cili është Zoti Jezus. Zoti Jezus në fakt na kupton kur përballemi me probleme që ne i përmendëm më sipër. Madje edhe është i vetmi që mund qëndroj afër nesh dhe kur nuk kemi asnjë person afër nesh. Është i vetmi që mund na kuptojë ne më mirë se ç'mund të kuptojmë veten. Është i vetmi që na njeh ne, është i vetmi këshilltar që na njeh ne më mirë se sa ne njohim veten tonë. Ai di gjithçka rreth nesh. Le të mendojmë miq për Zotin Jezus kur jetojnë tokë. Imagjino pak kur ne shkojmë tek Perëndia në lutje, ndonjëherë përpiqemi t'i themi problemin, përpiqemi t'i ankohemi, duke ditur që ai di gjithçka rreth nesh. Por le të japim Perëndis hapësirë të flasim me ne. Kur ne ja dorëzojmë gjendjen tonë në lutje, le të japim Perëndis hapësirë edhe të dëgjojmë prej tij kur na flet që unë e di se si ndjesh ti. Pse? Kur e di Zoti? Si ka mundësi që Zoti e di mund të dikush? Sepse ai jetoi përpara nesh. Edhe u përball me qendra sfida përpara nesh, u përball me jetën e tij, por ai nuk më katoi. Vargu 16 fakt, po tek vargje që jemi duke lexuar tek Hebrejt, aty na thuhet kështu. Le të afrohemi pra me guxim fronit hirit që të marrim mëshirë dhe të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohë nevoje. Miq, kjo është kohë nevoje që ne po jetojmë. Po jetojmë në kohra ku nevojat janë të mëdha, por ama edhe duhet të kemi guxim të madh për të afruar fronit hirit, për të marrë mëshirë, për gjetur hir përpara Zotit, për të marrë gjithçka që kemi nevojë nga këshilltari i admirueshëm, për të ecur përpara fuqishëm. Përpara se të shkojmë bashkë te pika e dytë e mesazhit ton për të parë cilësinë e dytë që ka një këshilltar i admirueshëm, pra i vetmi Zot që është Zoti Jezus, le të mendojmë pak për disa pyetje për ta kuptuar më mirë se sa i mrekullueshëm është ky këshilltar i admirueshëm. Le të mendojmë pak për veten tonë. A je ndjer ndonjëherë i tradhtuar? A je ndjer ndonjëherë i ofenduar rënd nga dikush? A je ndjer ndonjëherë që dikush t'ka akuzuar gabimisht? A ke pasur ndonjëherë dhimbje fizike apo emocionale? Nuk e di, a ke pasur ndonjëherë nevoja fizike apo materiale? A je ndjer ndonjëherë i vetmuar? Nuk e di, a je ndjer ndonjëherë i friksuar nga diçka, ose cila është frika jote më e madhe? Nëse gjithë këto pyetje do t'ja bënim Zotit Jezus apo këshilltarit ton të admirueshëm, jam i bindur që ai do të përgjigjej ty dhe mua sot duke thënë që unë e di se si ndjesh. Pse? Siç e tham shpar, unë kam jetuar përpara teje, por ama nuk më katova nga asnjë presion që më zuri. Madje aq e madhe ishin presionet e jetës mbi Zotin Jezus, edhe presioni kryqit në Gjetsemane ku po lutej, saqë kishte hemorragji në formën e një djerse që ngjandem si me pika gjaku. Por le të mendojmë bashkë për një Perëndi i cili na njeh më mirë se kushdo tjetër. Ndonjëherë në shumë raste më mirë se ç'njohim veten tonë. Biblia thot fakt tek Gjoni 1:14, aty thuhet fjala u bë miq dhe banojnë mes nesh. Pra vetë Perëndia mund të na kuptojë më mirë se kushdo tjetër. Cilësia apo karakteristika numër 2 që ka një këshilltar i admirueshëm që është Zoti Jezus është se ai kujdeset për ty. Pra spari ai di gjithçka, ai fakt e ka jetuar jetën tonë, edhe na kupton ku përballemi me problemet tona. Së dyti, ai kujdeset për ne. Ai merakoset për ne, thot një përkthim i Biblës. Le të shkojmë bashkë tek 1 Pjetrit 5:6. Aty thuhet kështu: Për ulurin nën dorën e fuqishme të Perëndis, që ai t'ju lartoi në kohën e dur, hidheni gjithë merakun tuaj. Ku? Tek jetoni, jo, unë nuk e mbaj dot, besomni, as merakjet e jetës time. Por aty thot, hidheni gjithë merakun, gjithë shqetësimin, gjithë barrat tuaj mbi të, sepse ai merakoset, një përkthim tjetër është sepse ai kujdeset për ju, ai në farë mënyrë shqetësohet për ju, ai interesohet për ju. Pra imagjino pak sa mrekullueshme është. Ndryshe nga një këshilltar fizik. Një këshilltar fizik, ai kujdeset për ne vetëm kur ne e paguajmë, në seancat e këshillimit apo jo. Asnjë këshilltar nuk kam njohur deri më sot që sakrifikoi jetën e vet vetëm për të na ardhur në ndihmë ne
pa pagesë. Askush nuk e bën. Këshilltari gjithmonë na shërben ne, jo me përkushtim plot asnjëherë, por na shërben ne duke bërë punën e tij nëse ne paguajmë seancat e këshillimit. Por miq, le të mendojmë bashkë për një këshilltar që jo vetëm nuk na kërkon ne lek, madje është ai që na jep gjithçka që kemi. Apo jo, se gjithçka që kemi vjen prej tij, thot Bibla dhe është vetëm për ta. Kjo nuk është, në fakt, ky nuk është një këshilltar që vjen nga bota, por vjen nga qielli. Dhe Bibla na mëson fakt që gjithçka që vjen nga qielli është e dobishme për ne, dhe është e mirë për t'u pranuar plotësisht. Le të shkojmë bashkë te karakteristika numër 3 e një këshilltari të admirueshëm që është Zoti ynë. Këshilltari ynë i admirueshëm është i përkushtuar ndaj teje. S'pari tham që ai njeh për problemet tona, ai di gjithçka rreth nesh, edhe në fakt së dyti pam që ai kujdeset për ne, siç e lexuam tek Pietri. Së treti, këshilltari i admirueshëm është i përkushtuar ndaj teje. Ai sakrifikon për ne, ai sakrifikoi në fakt për ne përpara 2000 vjetësh, që jo vetëm që erdhi në tokë, jeton një jetë shenjtë në përputhje plotësisht me planin dhe vullnetin e Zotit, por ai vdiq në kryq, madje dhe mundi vdekjen, me qëllim që ne të kemi faljen e mëkateve, edhe të kemi pajtim me Atin ton qiellor dhe edhe jetën e përjetshme po ashtu. Në fakt, Jezusi dëshiron të ketë marrëdhënie personale me ne. Kjo është arsyeja pse ai është i përkushtuar ndaj nesh. Kjo është arsyeja pse dashuria e tij nuk shteron. Është një burim që freskon jetën tonë, edhe shuan etin e shpirtit tonë, edhe nuk shteron kurrë. Pse? Ne jemi nevojtar të vazhdueshëm ndaj pranisë së Zotit, ndaj dashurisë Perëndis për ne. Nëse shkojmë bashkë tek Gjoni 10, vargu 17, do të kuptojmë fakt lidhjen që Jezusi kërkon nga ai midis nesh edhe nga ne për para Zotit. Në fakt, nëse ne mendojmë bashkë për marrëdhënie personale me dikë, në fakt, marrëdhënia personale mund të ketë jetë gjatësi nëse ne takojmë personalisht me personin tjetër, nëse e çmojmë kohën me të, nëse kalojmë vazhdimisht kohë, nëse japim mundësi të flasim, ne flasim, dim gjithçka në farë mënyrë gjërat kryesore të jetës tij, ai din gjërat kryesore të jetës tonë, çfarë na lumturon, çfarë na gëzon, çfarë na mërzit, çfarë na irriton etj. Madje ne ndajmë edhe çfarë dhuratash na pëlqen që dikush tjetër të na bëjë, me qëllim që kur të kemi ditëlindjen marrim ndonjë dhuratë që vërtet na pëlqen. Por më shumë se kaq, Jezusi kërkon marrëdhënie personale me ne, me qëllim që ne të dimë çfarë Zoti mendon, çfarë mendimesh ka Perëndia për botën, çfarë mendimesh ka Perëndia për jetën time, me qëllim që të dimë cili është plani dhe vullneti i Zotit për jetën time, për botën, për kishën e tij, për sa kohë e ka vendosur këtu në tokë si dritë. Ose nëse kthej syt personalisht, Zot, çfarë kërkon ti prej meje? Çfarë dëshiron ti që unë të di rreth teje? Shkojmë bashkë tek Gjoni 10, vargu 17 për ta kuptuar. Delet e mia, po përdor fakt, po flet me simbolik, delet e mia e dëgjojnë zërin tim, unë i njoh dhe ata më ndjekin. Pra çfarë kërkon Perëndia për ne? Që të flasim, bisedojmë, ta dëgjojmë Perëndin, madje edhe ta ndjekim. Jo vetëm të jemi dëgjues pasiv, por dëgjues aktiv që edhe e ndjekim atë person që ne po dëgjojmë. Në fakt, ky varg na tregon bashkë që Jezusi flet, që nuk kemi në një marrëdhënie ku vetëm njëra palë flet, por ama dhe Perëndia flet. Askush nuk mund të ketë marrëdhënie personale me një Perëndi që është fantazi e një religioni edhe që nuk flet kurrë. Por me një Perëndi i cili flet, besoj që kur ti lutesh për diçka dhe Perëndia flet dhe përgjigjet asaj lutje, besoj që kemi dëshirë sërish për të lutur, për të provuar sërish edhe për të pritur për mbushjen e asaj që kemi kërkuar sipas vullnetit të Zotit. Miq, le të mendojmë bashkë për disa mënyra që Zoti zgjedh për të folur me ne. Si flet Zoti me ne sot? Pra një Perëndi që është i përkushtuar, si flet me ne sot? Ai flet përmes Biblës. Le të shkojmë bashkë tek Psalmi 119, vargu 105, aty thuhet: fjala jote është një llam në këmbën time dhe një dritë në shtegun tim. Pra, kur Zoti flet për ne përmes Biblës, fjala e Perëndis është ajo që na ndriçon në rrugën drejt planit dhe vullnetit të Zotit. Së dyti,
Si flet Zoti me ne? Ai flet përmes frymës së shenjtë. Tek Gjoni 16 vargu 13 thuhet: por kur të vi ai, fryma e së vërtetës do t'ju pri në çdo të vërtet, sepse ai nuk do të flas nga vetja, por do të thotë të gjitha gjërat që ka dëgjuar dhe do t'ju kuptoj ato gjëra që do të vinë. Një varg tjetër po të Ungjillit sipas Gjonit, tek Ungjilli sipas Gjonit 16, aty thuhet kur të vi ai ngushëlluesi, pra përdor një fjalë në greqisht parakletos, i cili do të thotë ortak, që do të jetë me ty vazhdimisht, një për këtij miqte që është si trajner që do të pajisë ty me gjithë shka që ke nevojë, vetëm për të përmbushur planin dhe vullnetin e Perëndisë, për të njohur më mirë shkrimet, për të pasur zbulesë nga Perëndia, me qëllim që të ecim të mbrojtur dhe në përputhje me vullnetin e Perëndisë, sidomos në korat që do të vinë, thot aty, apo në korat që ne jemi duke jetuar. Së treti, si flet Perëndia me ne? Ai përdor kishën, përdor familjes së besimit, përdor predikuesen, siç po ndodh sot, duke parë së bashku vetëm një varg nga Isaia, vetëm një pjesë, një nga atributet e Perëndisë, Jezus tek Isaia. Dhe është e mrekullueshme në fakt. Ne edhe kur dalim kafe me njëri tjetrin, flasim gjërat thesaret e shkrimeve dhe edhe në fakt ndihmojmë njëri tjetrin në fakt që të arrijmë në njohje më të thellë të Zotit Jezus. Pra Zoti së treti përdor kishën për të na ndihmuar ne që të shkojmë në një njohje më të thellë me Perëndin. Miq, nëse nuk je pjesë aktive e shërbesave online, unë të inkurajoj vërtet që të na ndjekësh online me qëllim që të inkurajohemi bashkë nga fjala e Zotit, me qëllim që të pajisemi, të thellohemi më shumë nga fjala e Perëndisë. Unë vërtet përpara se ta mbyll këtë mesazh shkurtër inkurajim nga fjala e Perëndisë, unë do doja shumë që së bashku në fakt të lutemi. Ti kërkojmë Perëndisë, Zot, unë dua vërtet që të lejoj ty si këshilltar i admirueshëm në gjithë këtë muaj. Sot njoha si këshilltar i admirueshëm, jeta ime ka nevojë për këshilla. Dua të marr vendime që vijnë vërtet prej teje. Dua të marr vendime që të gëzojnë dhe të kënaqin ty. Kështu që lutemi bashkë sot. Unë nuk e di përpara kujt vendimeve po përballet jeta jote sot, përpara vendime të mëdha për jetën, përpara vendimeve që vërtet do të ndikojnë te jeta jote personale apo tek familja jote, të inkurajoj shumë që të lutesh edhe të lejosh këshilltarin e admirueshëm që të udhëheq ty, si përmes fjalës, përmes frymës së shenjtë, përmes kishës, antarëve të tjerë të besimit. Lutemi bashkë. O Zot, të falenderojmë për fjalën tënde. Bekuar qoftë emri yt, o Zot. Faleminderit për privilegjin që kemi, që sot të diskutojmë rreth shkrimeve, Zot, që ti na ke lënë si thesare, si testamenti i dashurisë tonë, Zot, me qëllim që të thellohemi më shumë në njohje ndaj teje. Zot, ti e di që ne po jetojmë në kohë të vështira. Faleminderit, Zot, që ti e shfaq veten në këtë kohë para festës ose së Krishtlindjes, Zot. Unë falenderoj që ti e shfaq veten tek ne sot në këtë kohë të vështira, si këshilltar i admirueshëm, këshilltar i mrekullueshëm. Zot, unë jetën time kam nevojë për këshillat e tua, për shkak se ti je i vetmi, edhe që ti je i vetmi, Zot, që ma don plotësisht mirën. Ti je i vetmi që dëshiron që unë ta shtrij ndikimin për mirë, Zot, për ty, edhe të jetoj një jetë që është në përputhje me planin dhe vullnetin tënd. Zot, unë lutem që nuk jam i vetmi që kërkoj këshilla prej teje. Unë lutem për çdo vëlla dhe motrën time, Zot, që po na ndjek online dhe ka nevojë për këshill, ka nevojë që ta drejtosh, o Zot, në marrjen e vendimeve të shëndetshme që do t'i çojnë drejt suksesit, Zot, personal, madje edhe familjar, Zot. Madje edhe shoqëria e tyre do të ndikohet, Zot, nga urtësia jote përmes tyre. Unë lutem në emrin tënd shenjtë, Zot. Amen. Amen. Miq, vazhdoni që ndroni me ne të lidhur online për çdo gjë na shkruani. Kemi shumë dëshirë të bisedojmë me ju virtualisht, madje të takohemi edhe fizikisht. Ju bekoj në emrin e Zotit Jezus. Sot folëm për këshilltarin e admirueshëm, javën tjetër do të flasim për një nga atributet e tjera të Zotit Jezus, siç na e zbuloi dhe profeti Isaia. Bekimet e Zotit. Sa do të këndojmë këtë këngë, le ta shpallim bashkë. Ti je Hosana lartësisë, ne thrasim ty, Zot. Halleluja.
Halleluja çdo mëkat dhe ne këndojmë ta shpallim bashkë Hosana, 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 Hosana në lartësi. Hosana, Hosana, Hosana në lartësi. Ta shpallim bashkë po shoh një brez, një brez të zgjedhur, krije të shërbej ty me vetë mohi, njërisim afrohet, ku lutemi dhe të kërkojmë, qëndrojmë në gjuhë, Hosana, 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 Hosana në lartësi. Ta shpallim bashkë Hosana, 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 Hosana në lartësi. Hosana, 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 Hosana në lartësi. Hosana, Hosana, Hosana në lartësi. Sot ne të rasim ty, Zot, ne shpallim që ti e Hosana, Zot, ti e mbreti në lartësi. Zot më thyej para teje, Zot, gjithçka që jam, Zot, të shpejteje. Zot më mëso të dua tjerët si ti më do mua, Zot. Ndojmë bashkë. Zemër shëron dhe pastru, hapi sytë e mi që të mund të shoh, siç më ke dashur më mëso të dua. Sot më thyej para teje, sot më thyej para teje. Gjithçka që unë jam është prej teje, Zot, ndërsa eci nga kjo tokë, në përjetësi këndojmë bashkë, zemër shëron, Zot. Halleluja, Zot, zemër shëron dhe pastru, hapi sytë e mi që të mund të shoh, siç më ke dashur më mëso të dua. Sot më thyej para teje, gjithçka që unë jam është prej teje, Zot, ndërsa eci nga kjo tokë, në përjetësi. Këndojmë bashkë Hosana, 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 Hosana në lartësi. Hosana, Hosana, Hosana në lartësi.
Hosana në lartësi, Zot. Hosana në lartësi. Ti ai që shëron zemrën tonë, Zot. Ti ai që pastron zemrën tonë, Zot. Faleminderit, Zot Jesus. Lartë për mbi male dhe mbi det, rreth lumi yt me dashuri, dhe zemrën time do ta hap, të mos shëruesi, për të vërtetën unë gëzoj, dhe duart unë çdo ditë i ngre, se unë për herë këndoj për dashurin që zbriti, i këndoj dashurisë tënde, i këndoj dashurisë tënde. Këndoj dashurisë tënde, i këndoj dashurisë tënde. Lartë për mbi male dhe mbi det, rreth lumi yt me dashuri, dhe zemrën time do ta hap, të mos shëruesi, për të vërtetën unë gëzoj, dhe duart unë çdo ditë i ngre, se unë për herë këndoj për dashurin, këndoj Zot dashurisë. I këndoj dashurisë tënde, i këndoj dashurisë tënde, i këndoj dashurisë tënde, i këndoj dashurisë tënde, i këndoj Zot, i këndoj dashurisë tënde, i këndoj dashurisë tënde, i këndoj dashurisë tënde, i këndoj dashurisë. Dua Zot hedh valle, dua të hedh valle, është marrëzi e ti, po kur bota dritën të ketë pa, do kërcej me gëzim, siç kërcej ta tua Zot, dua të hedh valle, është marrëzi e ti, po kur bota dritën të ketë pa, do kërcej me gëzim, siç kërcej këndoj bashkë, i këndoj dashurisë tënde, i këndoj dashurisë tënde, Zot, i këndoj dashurisë tënde, i këndoj dashuri, këndoj bashkë, i këndoj Zot, i këndoj dashurisë tënde, i këndoj dashurisë tënde, Zot, i këndoj dashurisë tënde, Zot, i këndoj dashurisë tënde, i këndoj dashurisë tënde, i këndoj dashurisë tënde, Zot, i këndoj dashurisë tënde, Zot, i këndoj dashurisë tënde. Aleluja, Zot, ne i këndojmë dashurisë tënde, Zot. Zot, ne do të këndojmë lartë për mbi male, Zot. Do të shpallim emrin tënd, Zot Jesus. Aleluja, Zot. Ja të kemi sërish bashk, adhuruam Zotin, dëgjuam nga fjala e Perëndis një inkurajim vërtet mrekullueshëm. Zoti është këshilltari ynë i admirueshëm. Fakt, jo vetëm ynë, ka qenë i brezave që jetuan përpara nesh, do të jetë i njerëzve që do të jetojnë pas nesh, por në këtë kohë, le të mendojmë vërtet duke jetuar jetën tonë, rrethanat që i kemi rreth e qartë nesh, problemet që po përballemi. Le të mendojmë edhe të marrim një listë duke shkruar me emër se çfarë nevojash kemi.
Çfarë nevojash për këshill kemi në këtë kohë? Dhe t'ia çojmë Zotit lutje, Zot, këto janë problemet e mia, kjo është situata ime, të lutem më këshillo ti. Unë dua të të ndjek ty. Mjaft më jam lodhur më thot dikush në lutje me mënyrën time duke provuar gjërat vetë në mish, por dua Zot të eci në frym, i drejtuar prej teje me anë të këshillave të tua. Kështu që lutemi miq që keni një javë të bekuar, edhe vërtet që fryma e shenjtë tjetë duke ju shërbyer, duke ju dhënë këshillat e Perëndis, me qëllim që në çdo vendim që do të merrni, jeni duke marrë të shtyrë nga Perëndia, me qëllim që të arrijnë të gjithë sukses, të arrijnë të gjithë ndikim për mbretërinë e tij këtu në tokë. Ju bekoj me një javë bekuar, qëndrojmë të lidhur së bashku sërish online, por ama dhe fizikisht e kemi hapur kishën, kështu që mund vini me maska edhe duke qëndruar në distancë me njëri tjetrin, por duke adhuruar Zotin, duke dëshmuar mirësinë e Zotit në jetën tonë, duke ndarë sfida, barrat, problemet me njëri tjetrin dhe të shohim se çfarë mund bëjmë së bashku. Pse? Zoti na ka thirrur që qëndrojmë bashkë, pavarësisht sfidave që po përpiqen që të na ndajnë ne, Zoti na ka thirrur që qëndrojmë bashkë në çdo kohë. Perëndia ju bekofshon. Shihemi si sot java në orën 9 mëngjesit.